filluar zbatimi i projektit për restaurimin e kishës së Shënmërisë në fshatin Bishqethëm të Lushnjës. Ky tempull kulti që dëshmon shumë ngjarje historike dhe shpirtërore për zonën, tani po i nënshtrohet rinovimit që ndërthur traditën dhe mënyrën bashkëkohore të ndërtimit. Nisma për restaurimin e kësaj faltoreje të besimit kristian dhe ortodoks erdhi si nevojë e kohës dhe e gjendjes së rënduar teknike në të cilën ndodhej kisha, është shprehur drejtuesi teknik i punimeve Fatjon Liko. Gjithashtu, sipas të njëjtit burim, restaurimi i kishës së Shënmërisë u bë i domosdoshëm dhe për shkak të strukturës së amortizuar, nevojës për përmirësimin e hapësirës dhe të sigurisë për besimtarët. Ndërhyrjet për restaurimin e kishës së Shënmërisë në fshatin Bishqethëm të Lushnjës, që është dhe objekt i kultit tipik i ndërtimeve të shekullit të 18, ishin të nevojshme për të ruajtur dhe restauruar trashëgimin tonë kulturore, u shpreh për televizionin Apollon drejtuesi i punimeve Zoti Liko. Tu ndodhim në kishën e Shënmërisë, qytetja e Shënmërisë në fshatin Bishqethëm të Lushnjës, ku ka filluar restaurimi i kishës me një vlerë rreth 104 milion lekë me PVC. Jemi duke restauruar çatin, muret, kemi suvatime, ndërhyrje të tjera të domosdoshme dhe besojmë se për 5 muaj sa shafati do t'ia dorëzojnë besimtarëve ortodoks, të jetë gati deri në kohë. Drejtuesi teknik i punimeve ka theksuar se vlera e investimit prej rreth 10.4 milion lekë me TVSH nga Ministria e Kulturës dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore do të mundsojë restaurimin e çatisë me tigulla të reja dhe zvendësimin e trarëve të amortizuar, restaurimin e muraturës dhe suvatimit, konsolidimin e materialeve të drurit të muraturës dhe brezave, e gjithashtu sipas tij, pjesë e ndërhyrjes është dhe pastrimi i fasadës dhe objektit në brendësi dhe sipërfaqja përreth, ndërkohë që pamja jashtë me kishës do të ruaj autenticitetin e arkitekturës. Kisha e Shënmërisë në Bishqethëm e restauruar plotësisht me pikturat e saj në mjediset e brendshme, të realizuar nga Johani në vitin 1798, do të jetë gati për besimtarët, por dhe si destinacion i rëndësishëm kulturor për të vizituar 5 muaj nga koha e fillimit të zbatimit të projektit, e thënë ndryshe në fund të muajit qershor, ka theksuar drejtuesi teknik.